Pesha e viteve reflektohet më së miri në trupin e tij Imcak, që tërheq pas vetes çantën e madhe, ku mban veglat e punës dhe vaktet ushqimore. E ka tërhequr pas vetes që nga çezmi i aferës, nga nis udhëtimin çdo ditë e deri tek shëtitoria Taulantja, që është vendi ku ai ushtron artin e tij. Shumë kush e njeh 76 vjeçarin Yunus Selimi, artistin që skicon portretet e të panjohurve, ndërsa nxjerr nga çanta lapsat dhe fletët për të qenë gati për klientin e radhës, syri nuk mund të mos të shkojë tek vaktet ushqimore që ka përgatitur vet, kosi dhe 2 kokra moll. Në këtë moshë, kjo është gjithçka që skulptori që dikur gdhente Enver Hoxhën mund t'i sigurojë vetes në pleqëri. Unë përgatis ushqimet ke shtëpia vet, edhe ushqime shumë të lehta për të kaluar një drek këtu. Mërë një pension ke 200 e pak që është ngritur edhe i 18.000 lekë tani, se para 3 vitëve të kanë ngritur 3.000 lekë. Pension qesharak, kurse italianët vinë këtu kanë biseduar, marrin pension të mirë, sa kanë mundësi të shkojnë në Tiranë, të vejnë dhamet dhe të bisedojnë dhe me artistin këtu. Pavarësisht se ky është diktatori dhe të gjithë e shajnë, unë këtu në moshën 25 vjeç, fukosoja afër, kam gdhendur në 12 ton gurin e Enver Hoxhës. Pak ditë më parë me deklaratën e tij, italianët kanë melonin që është e vogël, por pensionet i kanë të mëdha. Ne kemi Ramën që është i madh, por pensionet i kemi të vogla, ai u bë viral. Krahas artit të tij, Selimi nuk nguron të flasë edhe për politikën, madje për këtë flet me mjaft mllef. Nga sfera politike të ikin, që nga Edi Rama, me Sali Berisha me gjithë dhe ta marri rinia. Se Enver Hoxha ka thënë, po të desh, fokusoje mirë. Ka thënë, rinia është qeliku më special që mund të prodhoj një kombinat më modernin e botë. Rinia, pra, ta marri këte, edhe ta qoj Shqipërinë ku të doj. Që në vitet e para të demokracisë deri tani, ka takuar çdo kryetar bashkie të Durrësit për t'i parashtruar kërkesën e tij, një ambient për studio. Por e vetmja studio që ka marrë është kjo hapësirë e shëtitores, ku i ekspozuar ndaj kushteve atmosferike të stinëve të vitit, vijon të bëj art. Unë përpiqem që me një çmim simbolik t'i bëj, por shumë pak ka, shumë pak. Kjo të garanton disa të ardhmë? Më ndihmon për të ble një kokër moll, në i salqiqe, në i gje dhe në i kos. Shumë pak të ardhura, po ka raste që rri 1 muaj këtu dhe sfitoj as i lek. Ndërsa shikon duart e tij që mbartin shenjat që gdhëndjet dhe bojrat kanë lënë ato, dhe trupin që i është përthyer jo aq shumë nga vitet, sesa nga hallet, nuk ke se si të mos ndjesh keqardhje për këtë artist, që pavarësisht punës këmbgulse, gjithçka ka fituar, është kjo studio improvizuar në natyrë.